Ju përshëndes nga edicioni informativ, do të njemi bashkë në ekranin e Blu Televizion me zhvillimet e kësaj dite, do ndalemi pikërisht tek Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Në bashkëpunim me Inspektoriatin e Bashkisë Vlorë ka nisur një aksion kontrolli në disa kantier ndërtimi pikërisht në qytetin e Vlorës, në kuadër të monitorimit të zbatimit të ligjit dhe garantimit të standardeve në sektorin e ndërtimit. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ardhur nga Tirana dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Vlorë kanë ushtruar kontrolle gjatë kësaj të njëjte në gjitha kantieret e ndërtimit, kryesisht në ato të cilat janë duke u zbatuar projektet në qytetin e Vlorës. Fokusi gjatë ditës së sotme është vendosur në projektin e palmave dhe agrumeve, i cili ende është duke implementuar në qytetin bregdetar. Sipas informacioneve, mësohet se në këtë projekt janë evidentuar shkelje të ndryshme, ndërkohë që janë duke u bërë dhe konstatimet përkatëse nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për siguri në punë, por edhe zbatimin e projekteve. Në rast të shkeljeve do të vendosen edhe masa administrative për firmat zbatuese. Pritet që kontrollet nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, por edhe ai i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vlorë të vijojnë gjatë gjithë këtyre ditëve në të gjitha kantieret e ndërtimit në qytetin e Vlorës. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Vlorë ka ndërmarrë një aksion të gjerë kontrollesh në disa kantiere ndërtimi në qytetin bregdetar. Ky aksion vjen në kuadër të forcimit të monitorimit të zbatimit të ligjit dhe garantimit të standardeve në sektorin e ndërtimit. Aktualisht inspektimet janë përqendruar në projektin e bulevardit të agrumeve, një ndërhyrjet më të rëndësishme infrastrukturore në zonë. Në këtë kantier grupet e inspektimit po verifikojnë nga afër ecurinë e punimeve, cilësinë e zbatimit të tyre, si dhe dokumentacionin teknik dhe ligjor të subjektit ndërtues që operon në këtë projekt. Burime nga tereni bëjnë me dije se kontrollet janë fokusuar veçanërisht në respektimin e kushteve të sigurisë në punë, standardeve teknike, si dhe në përputhshmërinë e lejeve dhe dokumenteve përkatëse me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu përshqyrtohen dhe masat e marra për mbrojtjen e mjedisit dhe minimizimin e ndikimit të punimeve në zonat përreth. Gjatë inspektimeve janë evidentuar disa shkelje, të cilat lidhen kryesisht me mos respektimin e kushteve të sigurisë dhe mangësinë në dokumentacion. Për këto raste pritet të ndiqen procedurat ligjore përkatëse, duke përfshirë vendosjen e sanksioneve administrative apo masa të tjera ndëshkuese ndaj subjekteve përgjegjëse. Autoritetet kanë bërë të ditur se ky aksion nuk do të jetë i përkohshëm. Ai do të vijojë dhe në ditët që vijnë, duke u shtrirë në kantiere të tjera ndërtimi në qytetin e Vlorës. Qëllimi kryesor mbetet garantimi i zbatimit të ligjit, rritja e standardeve të sigurisë dhe disiplinimi i aktivitetit ndërtimor në të gjithë territorin. Projekti i ndërtimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës është ndër ato projektet e rëndësishme për jugun e vendit. Banorët të fshatit Akërni thonë se mezi presin përfundimin e punimeve, ndërsa projekti ka krijuar që tani shumë përfitime dhe lehtësira për ta. Projekti i ndërtimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës është një ndër projektet më të rëndësishëm për jugun e vendit. Një projekt i cili sipas edhe banorëve të fshatit Akërni do të sjellë zhvillim për fshatin Vlorën, por dhe gjithë jugun. Duke mirëpritur këtë investim, banorët thonë se mezi e presin të përfundojë, pasi do të vi dita që nga aeroporti të shkojnë me këmbë në shtëpi, pa qenë nevoja për të marrë autobus apo taksi. Sipas banorëve të Akërnis, ky projekt ka dhënë impakt që tani duke ndikuar në rritjen e çmimit të pronave dhe tokave bujqësore. Gjithashtu, sipas banorëve, projekti ka sjellë dhe rehabilitimin e rrugës së fshatit. Investimi i rëndësishëm aeroporti për zonën tuaj. Shumë fare. Do të sjellë zhvillim, çfarë do të sjellë? Po zhvillim do sjellë ai patjetër. E tërë kjo zonë rrethit Vlorës dhe të Pierit këtu do jetë. Po për fshatin po se po, nuk bëhet laf. Shumë fare kemi mirëpritur. Shumë fare. Filloi njerë para 10-15 vjetëve ai, po ndërpre. Po kushe do të mirën, po për popullin që s'bën mirë ora. Gabim bëjnë ata që kundërshtojnë. Pyes edhe diçka, ka sjell impakt deri tani, ka sjell gjëra pozitive për fshatin? Po ka sjellur se rrugën nuk e kishim kështu, rrugën na i ka bërë asfalt. Banorët e tjerë thonë që shritur dhe çmimi i pronës, i shtëpive, i tokave. Patjetër është rritur. Është rritur. Rristi më mirë? Patjetër më mirë. Kokën e punë janë hapur? Shumë fare janë hapur. Si e shikoj, ma ka parë qeveria në para të dhe ne shikojmë që nuk është që keqë mirë është. Në përqenë. O, shumë pozitive bilet. Çfarë ka sjellë? Mund të ashtë që vinë dhe këm nga shtëpia. Për këtu.
Jo, rrugë kishte, por që vim në Itali edhe këto, vim në Rinës. Kurse këtu vi dhe kamu, ja ku ja kam në Osel. Bëhet njerë të maroj. Kana majtë për në thonë, kur bëhet aeroporti akër Rinës të vim? Se kemi afë. Të do rregullon çdo gjë aeroporti, do nisë shumë të filloj dhe avionat, pse të hyjim në Tiranë, kështu është gjë më e mirë që po ndodh. Po për zonën këtu do sjelli zhvillim? Edhe për zonën këtu na kanë do sjellin shumë ndryshime çdo gjë. Kështu thon tani po me tani se di. Kanë sjell diçka deri më tani? Tani jo, vetëm se po filloj punimet. Po është bërë rruga apo jo? Po është bërë pa ka shumë rrugë me drita me çdo gjë. Kështu që jemi për më. Thonë që është rritur vetë çmimi, vlera e Po. pronës së tokës. Po dhe tokën mirë shumë. Ndërkohë punimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës po vazhdojnë, ku të gjitha strukturat përbërëse të tij janë ndërtuar dhe po punohet në brendësi për plotësimin e tyre. Kulaborojtuese ka përfunduar së ndërtuari dhe faza përfundimtare e projektit që pritet të vijojë është rehabilitimi i territorit, si dhe rrugës përgjatë aeroportit. Blu Televizion është rikthyer këtë të njëjtën në fshatin Vajz, ku pas rrëshqitjeve të dherave situata është e pandryshuar. Zonja Islama jeton ende tek të afërmit, pasi banesa e saj është e pabanueshme së bashku me zonjën Tahiri, thonë se jetojnë mes frikës dhe pasigurisë. Bashkia Selenis asnjë reagim për banesat e dëmtuara. Mes frikës, pasigurisë dhe mungesës së vëmendjes nga pushteti vendor, banorët e fshatit Vajz vijojnë të jetojnë mes ankthit prej më shumë se 2 muajsh. Rrëshqitjet e dherave kanë dëmtuar banesat e tyre, si edhe rrugën kryesore të fshatit. Blu Televizion është rikthyer këtë të njëjtën në fshatin Vajz në bashkinë Selenis, ku duket qartë se situata nuk ka ndryshuar as pak. Rruga kalohet më shumë vështirësi, ndërsa për banesat të dëmtuara nuk ka asnjë reagim nga Bashkia e Selenisës. Floresha Islami jeton aktualisht tek familjarët e saj, pasi banesa e saj është e pabanueshme. Së bashku me të edhe bashkëfshatarja Sulçe Tahiri shprehen se jetojnë mes frikës dhe pasigurisë. Sipas banorëve të zonës, nga bashkia pati vetëm një interesim të vogël të ditëve të para, pas dëmtimeve, qysh prej atyre ditëve dhe asaj kohe. Megjithëse kanë kaluar më shumë se 2 muaj, nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret. Nuk ka patur po ashtu as reagim e as ndërhyrje, duke lënë situatën të pandryshuar. Kush ka ardhur për t'ju parë në shtëpi? Erdhën në kohën që ranë, erdhë e gjithë qeveria në kë, me prefekt, me qarkjen tërë erdhën. Erdhë ata që na verifikuan ky tjetë për shtëpitë. Po. Prap, erdhën ata që verifikuan shtëpitë vanë brenda i panë që janë pajetoshme. E çfarë kanë bërë tani? Asnjë gjë nuk flasëm ashtu. Çfarë do bëhet? Po këto kanë pësuar më krisje shtëpit? Kanë pësuar këto nga lart. Ju ku jetoni tani më? Po ja vetë tek unati aty na e keqja qysh do bëj. Ja djali ka hedh lekët këtu që bëm këto. Jo për sollën plakun. Vini shikoni çdo ditë shtëpit? Ua, kam 2 pula vi çdo ditë këtu. E si ndjeni kur i shikoni? Po si ndjen. Si dëmtuar them unë. Çfarë ndjen? Keni shpresa nëna se do t'ja... Po shpresa kemi, po. Nuk e dim ku do bëhet. Njëherë thonë ata gjën vendin. Për te që ka në vendin unë, jam dhe vetëm. Qofse na japin në një hyrje dhe në lorë s'ma ka qefi. Qofse i bëjnë këtu lartë, se këto të kishim patur ndim që ato ditë në pymë. Ashu, këto do ishin ngritur shtëpi, nuk pymi. Se, në fillim ranë ato, pastaj pse krisje muri më shumë? Në fillim ranë ato. Ra muri, këse muri 60 metra këtu e për te, i gjithë. Ura në sekonda, a që si vulkan, nuk që as uji, se thonë, pa hapët qesmat e gjë, jo. Ajo që vulkan për mua. 60 metra mor këtu e për te, u derë si orisi, ose brizhur të madhe. Si quajni? Një quajni Sulçe Tahiri. Nëna, sa kokë vajti që kjo rruga është dëmtuar edhe u prishën 2 banesa këtu? Kjo vate gati 1 muaj që është dëmtuar. Edhe na shtin dhe ne me merak jemi, me lloji jemi, se shiko. Kjo ka rënë komplet. A kjo është shtëpia juaj? Kjo është shtëpia ime kjo këtu, banesa. Diellore Sulça jam e kësaj shtëpie se burrim ka dekur edhe kam djemt. Edhe jemi këtu, nashtë këto kanë marrë të gjitha kric shtëpit, tej për tej, se kjo zhëvej puna se di. Sa shtëpi u dëmtuan kur u prish rruga? Këto 3 shtëpi, këto do 2 ranë, edhe kjo 3 nashtë ta shoh.
Ka ardhur njëri në anabashkia ose? Unë si preson nuk kam pjeku njeri. Po rruga është bërë apo ashtu siç ishte? Rruga si shka qënë. Jo kanë vënd ca gjëra kështu që më bje në njërzit, e më bje në makinat edhe asë një gjë. Ja, kështu. Keni frikë, është e rrezikshme akoma? Po si s'kemi frikë. Jam vete 6 brenda, unë kam 2 djetë e djali, qupën edhe vetë. Edhe rri gjithë natën me merak. Keni akoma merak? Po, kemi merak, si s'kemi. Se këto banesa kjo shkullën, këto qenë me themel, nuk qenë, hajde kështu, kosisht, këto qenë me themel. Në ashtin me merak jemi. Situata në fshatin Vajzë mbetet shqetësuese, ndërsa nga Bashkia e Selenisës nuk ka asnjë reagim. Banorët vijojnë të jetojnë mes frikës dhe pasigurisë për të ardhmen e tyre, me shpresën se diçka do të ndryshojë, por edhe pse kanë kaluar tashmë 2 muaj, asgjë nuk ka ndryshuar. Projekti Lungomare 3 duket si një punë e cila nuk do të përfundoj kur. Nisur prej 2018-s, punimet nga zona e tunelit në ujin e ftohtë deri në Orikum po vazhdojnë ende edhe këtë vit, ndërsa në teren janë realizuar vetëm 60-70% e projektit të shëtitores bregdetare drejt Orikumit. Projekti Lungomare 3 duket si një punë e cila nuk do të përfundoj kur. E nisur për herë të parë në 2018-ën. Punimet nga zona e tunelit në ujin e ftohtë deri në Orikum po vazhdojnë ende edhe këtë vit. Madje sipas informacioneve të konfirmuara, projekti fillestar megjithëse ka pësuar disa ndryshime e sigurisht devijim për realizimin e tij, ka ende shumë punë për të bërë. Në teren janë realizuar 60 deri në 70% e punimeve të projektit të shëtitores bregdetare drejt Orikumit. Punimet për Lungomare 3 sipas pritshmërive nuk do të përfundojnë as këtë sezon turistik, megjithëse në teren po punohet, ende ka shumë punë deri në përfundim të këtij projekti. Edhe ky sezon veror duket qartë se do ta gjejë zonën turistike më të kërkuar të Vlorës, të kthyer në një kantier ndërtimi, ashtu si edhe 3 sezonet verore të mëparshme, ku zona e ujit të ftohtë Orikum ishte mes kaosit dhe punimeve që vazhdojnë pa kriter. Duke filluar nga kjo pranverë, duket qartë impakti që kanë punimet në qarkullimin rrugor në zonë, duke rënduar atë tepër e duke sjell pengesa. Ndërkohë, pritshmëritë janë që edhe ky sezon veror të jetë në të njëjtin realitet. Në kantierin e ndërtimit në teren po punohet për ndërtimin e trotuareve dhe korsisë së biçikletave. Gjithashtu ka mbetur pa u realizuar edhe e krijimi i vendeve se ku do të mbillen pemët. Ka ende shumë punë për të bërë, edhe për rehabilitimin e plazheve po ashtu. Në shumë zona, madje nuk ka përfunduar as krijimi i parkingeve. Sipas pritshmërive, nëse vazhdon me këtë ritme, ky projekt pritet të përfundojë në fund të këtij viti, por nëse punimet do të vijojnë ashtu si eksperiencat e viteve të kaluara, gjasat janë që të jetë gati për nisjen e sezonit veror. 30 vite asnjë investim në tregun e Novoselës, ku çdo të njëjtë mblidhen tregtar nga Vlora, Novosela, Fieri, Lushnja dhe Berati për të tregtuar produkte të ndryshme. Tregtohet jashtë çdo standardi, kështu thon për Blu Televizion, tregtar dhe blerës në tregun e Novoselës. 30 vite dhe asnjëherë nuk është investuar. Kjo është gjendja edhe për gjatë 2026 se tregu të Novoselës, aty ku çdo të njëjtë mblidhen tregtar nga Vlora, Novosela, Fieri, Lushnja e deri nga Berati për të tregtuar produktet e tyre të ndryshme. Për tregtarët ky treg nuk plotson asnjë kusht për të quajtur i tillë. Ata shprehen se çdo herë që vinë paguajnë një taks prej 300 lekësh, e cila ndër vite nuk është përkthyer asnjëherë në investime. Ndërkohë që detyrohen të shesin mes Baltës dhe Plurit, në një vend ku thonë se për shkak të kushteve kanë gjithmonë më pak klient. Atje është Baltë dhe i këtu, paguajmë 3.000 lekë biletën edhe një rrugë zhavorë se edhe. Shko filmojnë. Ju gjithmonë jeni ankuar? Po gjithmonë s'kanë marrë masë ata. Lekë në i marrin, 3.000 lekë paguajmë ne për çdo. Ja, për atarë paguaj 3.000 lekë. Nga vjen? Nga Fieri, unë tregtoj pula, ja. Do doja që të kishe një treg më të... Po duhet s'keshe si që ka Fieri. Ke parë tregun e Fierit, super modern. Unë atje shes për ditë, po tende kjo është ditë pazari që vim këtu. Tu as pazari, kam 30 vjetë unë. Ke shpresë se do ndryshoj një ditë? Kur një najherë, burë, sa. Ta kam edhe për të vjetur. Të penalizon këtë për Qështë penalizon këtu rrugët, të shtyp makina, që po bëndi. Do vitjet të leri makinë, ku da leri këtu? Po edhe klientit nuk i duket pas. Ore, po i fërkon pasqyrën, a i duke parë pule dhe fërkon tjetër. Që i bëj, e rrugët. Mes rrugës. Shko shikoni, filmoni ata poshtë njerë që shështë.
Vajtë mëngjes në orën 3:30 e vi merë, 3:30, balta dhe këtu ja. Ati u leroshi, kam të ujë. Si që ka qenë, ose sa? Si që ka qenë për çdo javë? Dakor, po. Po tani keq për keq, se s'kemi as para, s'marim as para, hajde, mirë. Ja vlen të shite për Po, në rrugë jo, po, sa të bësh? Këto, di marim, sa të bësh. Kështu e mban mend të treg gjatë? Kështu, që shpejt. Sa vite ke? Unë, këte kam 50 vjetë. 50 vjetë. Kështu. Ke frikë të blesh në këto kushte? Po, frikë, po që e do më thamë. Do më thamë, sa të bësh. Shkërta këta që i shesin për ditën, kam ardhur me peskok ravezët. Këtu jam, me vendit, po. Vjen çdo javë? Po, vi. Shet produktet e tua? Po, ja vezët që. E po qatë bëjmë, balte, si, ato janë me qisme, jam në fshati. Po, shuem bëjmë, se këtu jemi të vendit. Ka ndryshuar në gjatë viteve? Po, ka ndryshuar, që kanë shtruar e reguluar. Po jo si shtuar. Ja. Duhet investime? Po bën ca investime. Di unë në vafra edhe shumë nuk jam. Pagove lek kur erdhe? Po paguem një 500 lekë, po unë tash erdha vonë, keqen vonë. Ndërkohë jo më me pak probleme janë edhe kushtet e tregut për vetë blerësit, të cilët thonë se në të njëjtën gjendje mbajnë mend këtë treg prej dekadash. E sigurisht që të tilla kushte i bëjnë të ndihen të friksuar. Për ta, të blesh në një treg mes baltës, pluhurit dhe papastërtive, është në dëm të shëndetit. Si mos më keq. Ka një ngritje të papar, një çmim, një rrenjë sallator 300 lekë, turpi zot. Po kushtet si janë? Kushtet janë ja, shikoj. Si mos më keq. Për dy makina zavora atje te tregu shko si më. Nuk ka kushte më të këqija. Më fali se u ktheva ande, nuk është po bëhet një gjë skandal. Po kam frikë, ja, mora 2 gjera vendi, ja. 2 gjera vendi mora, ja. 2 gjera vendi, ja. Sapun, ja, mora për këtë mbesën ja 2 gjera të vogla. Është ja, ka mund të deklasuara ca gjera të mbeturina, ca këto. Kushtet të cilët punojnë këta tregtarët si u duken? Kushtet tash, tregu shikoj vetë. Tregu në rrugësh këtu. I penalizon tregtarët kjo? Jo. Qa të them tregtarët, unë i do vitë tregtarët, ka kjo kush e shteti që ngrej një shurë, dohet vënd apo safat për tregun, jo në rrugët. Duhet këtë mi foli një treg. Dhe pengot e qarkullimi këtu qarkullimi. Po këtu se s'bët tregu në rrugët. Tregu do vënd e tia, zhoj gjësë do vënd e tia, edhe tregu do vënd e tia, do më dhe që të shesi dhe tregtari, si mos si këpë me vaje tregtarit ati, dhe si. Se vim jetet blokojnë, sa herë, jo se një herë. Ke frikë të blesh në këto kushte? Ure, mali këtu më shumë del edhe bio, mali mirë të shifë qafri, frikësh nga ajo ndë më dhe ja. Po mos shiko të ashiti që karën shi nuk ka plurë. Po kush behar që pluri vetën majtë, ato janë zbulurat të tëra, infekciojnë e mera jo ati. Kushtet, infrastruktura, rruga. Rruga zakonshme si ka Çfarë gjendje është tregu sot? Çfarë gjendje është tregu? Tregu është një gjendje të mirë, po qytetarët janë gjendje jo të mirë, sepse aq marr. Çdo të enjte mbi 100 tregtar, por edhe më tepër në ditët me mo të mirë, vinë poshtë urës së mifolit për të tregtuar produkte të ndryshme të shportës, vegla pune dhe orendi shtëpiake. Por megjithëse paguajnë taksa në varësi të vendit dhe hapësirës që zën për aktivitetin e tyre tregtar, këto taksa të mbledhura në 3 dekada që i shkojnë njësisë administrative Novosel, asnjëherë nuk janë përkthyer në investime. Pas një muaj agjërimi gjatë Ramazanit, besimtarët musliman sot festojnë në Fitër Bajramin. Në mesazhin e tij, muftiu i Vlorës Ardito Zhullaku uroi që kjo ditë e shenjtë të sjellë paqe, harmoni dhe gëzim në çdo familje shqiptare, si dhe mirësi dhe begati për të gjithë. Pas një muaj agjërimi gjatë Ramazanit, besimtarët musliman festojnë këtë të premte Fitër Bajramin.
Mifti i Vlorës Ardit Hoxhallaku përcjelli mesazh të rëndësishëm për këtë muaj të shenjtë, duke cilësuar atë si një periudhë sakrifice, ndërsa dita e Fitër Bajramit është një ditë reflektimi dhe dashurie mes njëri tjetrit. Hoxhallaku ka theksuar se falja do të kryhet në ambientet e Pallatit të Sportit Flamurtari. Fillimisht duhet ju uroj të gjithë besimtarëve pas një muaji plot sakrificë të Ramazanit, Zoti ju pranoj agjërimin, lutjet, veprat dhe çdo lloj sakrifice që kanë bërë gjatë këtij muaji të begat. Siç e thatë dhe ju, nesër është dita e parë e Fitër Bajramit, festë e cila vjen direkt pas një muaji sakrificë. Një muaj ku Zoti i gjithësisë na ftoi të jemi të vetëdijshëm, të edukojmë veten tonë, familjen tonë dhe njerëzit që kemi përreth. Dhe pikërisht kjo ditë, dita e Bajramit është dita ku ne duhet të reflektojmë me mirësi, dashuri dhe me ato gjëra të mira të cilat ne tashmë i kemi përgatitur për t'i ndarë me njerëzit e familjes, me njerëzit që na rrethojnë përreth. Faljen do ta kryejmë tek Pallati i Sportit të Flamurtari. Ceremonia fillon në orën 6:30 dhe falja bëhet në orën 7. Ndërsa pritjet zyrtare i kemi tek salla e pritjeve tek Holiday në ora 10 deri në 12. Gjatë këtij muaji të madhërisëm ka pasur edhe shumë të rinj, mes të cilëve edhe ata që agjërojnë për herë të parë. Miftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku ka theksuar se gjatë faljeve të dyja xhamit kanë qenë të mbushura plot, ku padyshim pjesëmarrja e të rinjve ka qenë e lartë. Muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë. Është një muaj ku shpeshherë edhe ne drejtuesve na surprizon, sepse ka shumë të rinj të cilët gjatë muajit që ka më shumë sakrificë. Pra, muaji i Ramazanit që ka agjërimin, dhe agjërimi nuk është një adhurim i lehtë, është një adhurim goxha i vështirë. Kemi një numër shumë të madh të rinj të cilët afrohen gjatë këtij muaji dhe këtë vit ne, siç e thamë edhe para Ramazanit, u detyruam, edhe pse e kishim të mbyllur xhaminë e Plumit, u detyruam ta hapim për shkak të fluksit të besimtarëve që kishim dhe t'u them të drejtën, të dy xhamit përsëri nuk na mjaftuan për të kryer ritet ashtu siç duhet. Ka pas të rinj. Ka pas shumë të rinj. Mbajtja e muajit të Ramazanit tregon një radhë të parë vendosshmërinë e një njeriu që kur ai vendos të bëjë diçka të mirë, pra ai mund ta realizojë. Se përderisa realizon një muaj të tërë me agjërim, ky njeri mund ta realizojë edhe shumë gjëra të tjera që në sy duken më të mëdha, por në fakt nuk janë më të vështira se Ramazani. Besimtarët musliman festojnë të premten Fitër Bajramin, një festë që vjen pas një muaji agjërimi dhe sakrifice gjatë Ramazanit. Dalemi tek politika dhe shtesat e buxhetit nga TVSH-ja, të cilat shkojnë vetëm për pensionistët. Kështu u shpreh kryeministri Rama në bashkëbisedimin e zhvilluar me furnizuesit e naftës në përgjigje të kërkesave që TVSH-ja që grumbullohet nga rritja e çmimit të naftës, të kthehet qytetarëve. Një kërkesë që më ka tërhequr vëmendjen është kërkesa që gjithë shtesat ardhurave në buxhet nga TVSH-ja mbi çmimin e rritur të karburantit të rikthehet drejt për drejt për qytetarët dhe bizneset në çmimin fundor. Dua ta rikujtoj që ka vetëm një kategori që do të marrë më shumë sa herë që t'jepet mundësia, qoftë nga rritja ekonomike mbi parashikimin, qoftë edhe nga të ardhura të rritura si pasojë e situatave të kësaj natyre, dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Pik. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë se çfarë i takon, pavarësisht dinamikave të reja që mund të ndodhin, sepse nga njëra anë në sektorin publik pagat janë rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe të vazhdojnë të rriten sipas parashikimeve të bëra. Nga ana tjetër, siç ju e dini më mirë se sa shumë kusht tjetër, në sektorin privat pagat janë rritur dhe rriten në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos për ata që kanë kualifikime, nuk është më pyetja a vjen të punosh me këtë pagë, po në fakt
është ndryshe tani. Është sa e do pagën që të vish të punosh. Tu jemi në këtë fazë të zhvillimit. Një fundjavë e ngarkuar pritet kjo e kësaj jave për politikën shqiptare, ku Partia Socialiste ka vendosur që të mbajë asamblen kombëtare, ndërsa e djatha shqiptare do të organizojë protestën e radhës. Një fundjavë e ngarkuar pritet kjo e kësaj jave për politikën shqiptare, ku Partia Socialiste ka vendosur që të mbajë asamblen kombëtare, ndërsa e djatha shqiptare do të organizojë protestën e radhës. Do të jetë Partia Socialiste ajo që do të mbajë këtë të shtunë asamblen kombëtare, ndërsa ky aktivitet do të pasohet një ditë më pas nga protesta e Partisë Demokratike, e cila është paralajmëruar që do të zhvillohet në orën 18 në kryeqytet. Burimet konfirmojnë se Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste do të nisë në orën 10 dhe këtë herë kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama ka vendosur që takimi të zhvillohet në qytetin bregdetar të Durrësit, ndërkohë që rendi ditës nuk është bërë ende publik. Data e 21 marsit u vendos si dita e asamblesë gjatë mbledhjes së fundit të Partisë Socialiste në Selin Roz, vetëm pak javë pasi kryeministri Rama ka realizuar një ristrukturim të gjysmës së kabinetit të tij. Policia njofton se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale ka referuar materialet në prokurori për disa shtetas, ndërsa ka shpagur në kërkim një 26 vjeçar banues në fshatin Ramici ka kallëzuar për kanosje me armë ndaj një shtetasi tjetër. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 30 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se më datë 14/3/2026 ka vjedhur një shumë parash në një subjekt në lagjen Pavarësia. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 58 vjeçar banues në fshatin Veltov, mësues në një shkollë 9 vjeçare në fshatin Finiq, pasi dyshohet se ka keq trajtuar një nxënës gjatë orës së mësimit. Është proceduar një 57 vjeçar banues në Delvin, pasi dyshohet se ka mashtruar një shtetas duke mos kryer punimet e ndërtimit për të cilat e ka paguar. Gjithashtu referuan materialet në prokurori pas kallëzimit të një 57 vjeçari banues në Sarandë, i cili ka deklaruar se janë vjedhur 2 motomjete të parkuara në rrugën Gjegjera-Niti në lagjen numër 2 të Sarandës. Specialistët e stacionit të policisë Selenic shpallën në kërkim një 26 vjeçar banues në fshatin Ramic, pasi kallëzoi një tjetër shtetas se 26 vjeçari e kishte kanosur me armë për motive të dobta. Në lidhje me këtë rast u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për 26 vjeçarin banues në fshatin Bashaj, pasi nuk ishte bindur urdhit të punonjësve të policisë për të ndaluar automjetin në cilin dyshohet se ishte pasagjer shtetasi në kërkim. Punohet për kapjen e 2 personave, si dhe për sqarimin dhe dokumentimin e rrethanave të këtij rasti. Materialet u referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme. Zgjedhje e konkurruese, liri fetare e korrupsion në mas. Këto janë disa prej çështjeve të evidentuara në raportin vjetor të organizatës Freedom House për Shqipërinë. Shqipëria renditet në vendin e 69, një pozicion më lart nga viti i kaluar, ndërsa Kosova qëndron në vendin e 61. Kosova dhe Shqipëria janë cilësuar si vende pjesërisht të lira në raportin më të fundit vjetor të organizatës Freedom House me seli në Washington. Shqipëria ndërkohë vlerësohet më së larti në rajon me 69 pikë, e ndjekur nga Malizi me 68 dhe Maqedonia e Veriut me 67 pikë. Shqipëria shënon për parim për 1 pikë krahasuar me raportin e vitit kaluar. Edhe Kosova ka shënuar një përmirësim të vogël në raportin e vitit 2026 për lirinë në botë, duke u vlerësuar me 61 pikë nga 100, një më shumë se një vit më parë. Nga vendet e rajonit, Serbia qëndron më së keqi pasi vlerësohet me 53 pikë, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina me 54 pikë. Raporti Liria në botë përfshin vlerësime dhe raporte për vendet mbi të drejtat politike dhe liritë qytetare në 195 vende dhe 13 territore në mbar botën. Raporti këtij viti mbulon zhvillimet nga 1 janari 2025 deri në 31 dhjetor 2025. Puçet ushtarake, dhuna kundër protestuesve paqësor dhe përpjekjet për të dobësuar garancitë kushtetuese gjatë vitit 2025 bën që ky të ishte viti 20 radhazi i rënjes së lirisë globale, sipas raportit nga Freedom House. Në raportin e publikuar në 19 mars thuhet se në Kosovë gjykatat kanë nxjerrë vendime që dëshmojnë pavarësinë e tyre, megjithëse janë përballur me trysni të madhe politike. Sipas raportit, kriza politike dhe institucionale që goditi Kosovën gjatë vitit të kaluar, kur vendi u qeveris pothuajse tërkohën nga një qeveri në detyrë, ka ndikuar në përparimin e vendit në gjyqësor.
Qeveria italiane ka miratuar një dekret për të frenuar rritjen e çmimeve të karburantit si pasojë e tensioneve në lindjen e mesme. Sipas kryeministres Giorgia Meloni, masa do të sjellë një ulje prej 25 centësh për litër për rreth 20 ditë, ndërsa dekreti përfshin dhe masa mbështetëse për sektorët më të prekur. Qeveria italiane ka miratuar një dekret për të frenuar rritjen e çmimeve të karburantit si pasojë e tensioneve në lindjen e mesme. Kryeministria Giorgia Meloni bëri të ditur se masa do të sjellë një ulje të menjëhershme për rreth 25 centësh për litër si reagim ndaj rritjes së çmimeve të shkaktuar nga tensionet ndërkombëtare dhe lufta në Iran. Dekreti përfshin gjithashtu masa mbështetëse për sektorët më të prekur si transporti rrugor dhe peshkimi përmes kredive tatimore. Paralelisht, qeveria ka vendosur të forcojë kontrollet në treg për të parandaluar spekulime, duke parashikuar dhe sanksione për operatorët që abuzojnë me çmimet. Sipas autoriteteve, ndërhyrja është e përkohshme dhe do të mbetet në fuqi për 20 ditë, ndërsa priten zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të energjisë, veçanërisht lidhur me situatën në Gjirin Persik dhe ndikimin e mundshëm të saj në furnizimin global me naftë. Ministri i Transportit Salvini e cilësoi masën si një ndihmës të rëndësishme duke theksuar se synimi është ulja e çmimit të karburantit në 1.90 euro për litër. Ai shtoi se qeveria ka bashkëpunuar me kompanitë kryesore të sektorit për të përballuar rritjen e çmimeve. Nga ana tjetër, opozita ka kritikuar dekretin duke cilësuar si një masë të përkohshme dhe me prapavi elektorale. Kaq ishte për këtë edicion informativ, ju falenderoj dhe përshëndes. Mirupafshim.